9 nëntor 2025, jemi në ditën e diellit. Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë kësaj dite. Në është në udhëtim në saj tek shenja e Gaforës, kemi edhe shumë vendosje të tjera tek shenjat e ujit. Shton në mënyrë të dukshme efektin e shërimit gjatë ditës, por të gjitha ndjenjat janë vërtet shumë të zmadhuara dhe mund të kemi prirje ndaj veprimeve dhe reagimeve impulsive. Këndi negativ midis Venusit dhe Plutonit është aktiv edhe gjatë kësaj dite. Kemi një xhelozi vërtet shumë të theksuar dhe kjo shton në mënyrë të dukshme mashtrimin, manipulimin dhe provokacionin, të cilat në qoftë se lihen të pakontrolluara mund të hapin rrugën agresionit dhe dhunës. Këshilla për këtë ditë është detyrimisht të jemi të kontrolluar. Edhe komunikimi do të stonojë në mënyrë të dukshme sepse Mërkuri është ndaluar dhe do të kalojë në retrograd në orët e vona të kësaj dite. Këshilla ime do të ishte që të artikulohemi mirë nëse kemi të domosdoshme për të komunikuar diçka të rëndësishme, ndërkohë që shprehjet e ndjenjave apo sqarimin e situatës janë gjëra të cilat mund na shkatësin shumë shpejt nga duar dhe të kthehen në debate dhe të krijojnë probleme të rëndësishme në marrëdhënie. Kësaj dite është shumë e rëndësishme që t'i lëmë kohë vetes dhe personave që kemi rreth rrotull për të qëndruar të qetë dhe të fokusohemi më tepër tek programimi i javës në vazhdim. Meditimi apo qëndrimi në natyrë mund të bëhen shpëtimtar gjatë kësaj dite. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.